Plot I cili së pari si jeni ju dhe të afërmit apo miqtë tuaj që ndodhen me ju në Dubai? Po e përgjithshme mirë, do të përveç situatës psikologjike, pjesa tjetër është okay, do të thonë kurse ka patur një problem në jetë, me që kam bërë re, do të thonë edhe në përgjithësi duhet vetëm 3 humbje jete ka patur, këto kanë qenë aksidentale. Nuk është se këtu është sulmuar drejt për drejt qyteti, se sa ka qenë kjo pjesa ta quajmë hapësirës ajrore, që kanë nisur sulme ndaj bazave amerikane, ose ndaj bazave ushtarake le ta quajmë, dhe tapja në ajër me këto sistemet antiraketore apo antidron kanë bërë që të bien copat këtej, ose më duhet në pak raste kanë qenë çutë drejt për drejta, dhe kryesisht kanë qenë dronë që nuk kanë shpërthyer. Por që kuptohet se situatë e bukur është situatë. Ender, biznesi është paralizuar, domethënë edhe ne na rekomanduan, domethënë erdhi urdhri që paktën sot duhet të punojnë online, mos dalin njerëzit. Por që unë dola personalisht në zyrë jam rrugë normale, makina ka, shërbime delivery janë, nuk është se ka paralizë totale, okej. Këshillohet për këto fondet që janë me shumë njerëz dhe të mos frekuentojnë, edhe krejt normal në këtë situatë. Por që ka bërë menaxhimi nga ana e shtetit që të kryeve për pjesë. Qovi se do shkoj. Ku ndodheshit ju kur nisën sulmet dhe si e përjetuat? Po në shtëpi isha shumë ishte ky paniku I fillimit, sepse nuk po merrte vesh se çfarë po ndodhte, plus mediat I frynë, bëjnë një çik gjërat më shumë siç duhet, shumë video, dhe që nuk kanë qenë fare në Dubai, ja kanë atribuar Dubai. Nga ana e vëmendjes, si më thënë, arritën të merrnin vëmendje. Nëse ishte me një vend që mund të merrnin vëmendje absolute, ishte Dubai. Domethënë më shumë goditje pati në Katar dhe në të shtetit tjetër, në Evropa tash, që pati me të vërtet dëme të mëdha, nuk u mor njeri. Kurse me Dubai, gjithë bota flet. Dhe u mor ndoshta ajo vëmendje që duhet t'ju jepte. Sipas raportimeve, aeroporti kombëtar ka pasur disa dëmtime. A ka fluturime? Jo, fluturimet janë bllokuar. Thanë që mund të hapin sot në orën 3, por u shtym për nesër në orën 3. Në mos gaboj ishte hapur vetëm një fluturim nga Abu Dhabi, më shumë për të evakuar këta turistët që kanë mbetur. Pasi për ne që jemi rezident, nuk është se përbën problem, okej, nuk është ajo situata normale, nuk është ajo situata e zakonshme, por që, si me thënë, e kalojmë. Kurse për ata që janë për turizëm apo për pak ditë, për ta shumë e vështirë, dhe kanë filluar me këta, në mos gaboj, por në Dubai kjo është. Po me persona që duan të largohen, si është situata? Në anë e qeverisë, këtu kanë dhënë direktiva që të rinë po në ato hotele që kanë qenë, që kanë të paguara, nuk do merret pagesë, edhe për pjesën e biletave do bëhet rimbursim për shtyrjen e tyre, edhe mendoj që është për arsye sigurie, nuk mund t'i lejosh tash ty kësh njerëzit në avion, ndërkohë që qielli është I mbushur me raketa e me dronë, se një gabim ndodhi kalon në fatalitet. Kështu që gjykoj që është ma sigurie, e domosdoshme në këtë fazë. Ju vetë do të vazhdoni të qëndroni aty? Unë vetë personalisht do ri, se ka një problem. Okej, kisha disa punë për të bërë në Europë, që kisha lënë sa data, do shta do të fluturoja pas nesër, por që me sa shok të shtyp, s'kam çfarë. A ka një thirrje nga autoritetet aty për qytetarët? Thirrja është që duhet të ruajtur qetësia, situata është në kontroll. Do thonë tregojnë këto shifrat sa raketa dhe dronë janë kapur në ajër, do thonë mos gaboj ishte gati rreth $2 miliard kostoja deri tanishme vetëm nga këto sistemet antiraketore,
gjitha kishin funksionuar deri diku mirë, nuk është se ka patur kështu goditje të drejtë për drejta, jo nuk e pasin gjithë voskët. Dhe po ja kryesisht nuk para, këtu kuptohet, pjesa e mediave është goxha e kufizuar. Dhe si më të thonë vetëm atë që duhet dish, jo këto informacionet e tepërta. Po autoritetet shqiptare janë interesuar për shqiptarët që ndodhen aty për momentin? Po, ka patur goxha interesim, do të thonë ambasada këtu ka mendoj që ka bërë punë shumë të mirë, kemi qenë gjithmonë në kontakt, gati çdo mëngjes na marrin si jeni, çfarë duhet e tjerë, domethënë ka qenë goxha korrekt këtë pjesë. Por aq më bëjnë ata, nuk është se kanë shumë dorë, por paktën ai sa kanë mundur edhe për pjesë informacioni kanë qenë goxha korrekt. Ju shpret pak më parë se shteti ka marrë masa që çdo gjë t'i kthehet deri diku normalitetit, por megjithatë Dubai njihet si një qytet i sigurt. A është tronditur kjo bindje pas sulmeve? Ajo pjesa më të quajmë që goditur më shumë nga gjithçka tjetër. Domethënë më besoni, nuk kanë qenë sulmet aq të rrezikshme sa që janë transmetuar. Nuk kanë qenë aq të shkallës të, domethënë nuk kanë qenë në një shkallë të madhe sa që është thënë për media. Po patjetër që ajo ndikon, sepse këtu është, domethënë ka qenë një vend që praktikisht s'do të asgjë, siguria, shkryefjalë, çdo lloj aspekti, dhe prapë vazhdon të jetë, domethënë në Dubai të paktën nuk është asnjë humbje jete. Domethënë shumë pak të lënduar kanë qenë nga ato tek ai hoteli që ishte punë palm, nuk e di ka aeroporti se ishte diçka, po pjesa tjetër ka qenë domethënë ka pasur menaxhim shumë të mirë. Po që, okay, tash për pjesën mediatike dihet që do jetë kjo lloj fryrje se kuptohet si është bërë sot pjesa e lajmit. A ka patur ndikim të menjëhershëm në treg, me anulime aktivitetesh apo panik në furnizime? Panik në furnizime këto, jo, ka qenë okay, domethënë mos ka bëj Kuwaiti edhe Katari ishin bërë për këto pjesën e që do të marrësh me racione, jo pafund ujë të pishëm për ushqime. Kurse këte jo nuk ka patur asgjë. Domethënë, okay, ne morëm masa duke u nisur nga këto precedentet e mëparshme të Covidit, mund kishte panik edhe domethënë do diçka më shumë, po jo, çdo gjë funksionon normalisht, do të shohim me delivery janë gjitha në dispozicion, taksit, gjithçka në rregull. Kuptohet institucionet janë mbylla, biznesi nuk është aktiv 100%. Por që nuk e di se sa do zgjasë, po nuk mendoj që do jetë shumë e gjatë kjo pjesë. Gjykoj që të paktën në këtë vend, për pjesën tjetër nuk di çfarë. A mendoni ju se nëse tensionet vazhdojnë do të rrezikojë Dubai që të humbasi statusin si qendër globale biznesi? Nuk e besoj këtë pjesë. Tash i kuptohet, nuk është se këtu po vjen diçka prej Dubait apo prej menaxhimit të Dubait. Këtu po vjen nga faktorët jashtëm që mund të ndodhin çdo lloj shteti, domethënë është e pashmangshme kjo pjesë. Mendoj që do të përlexoja çik sot që është shumë interesante një shprehje. Më me një ditë e keqe në Dubai sa një ditë e mirë në një vend tjetër. Ideja është që këtu vazhdon të ketë ato vlera që ka si qytet, po edhe si shtet, kështu që nuk mendoj që do ta cënojnë këtë pjesë këto gjëra që po ndodhin. Faleminderit. Mirupafshim.